Sot është një ditë e vështirë jo vetëm për familjen, por për krejt malësorët, për krejt shqiptarizmin, për krejt trevat me shqiptarizm të theksuar, ku është ndarë nga jeta ose përcjellet për banesën e funit Yunus Delaj, një burr fesnik, një burr që ja kushtoi jetën e tij artit, kulturës, një lahutar i veçantë, një njeri që i ka këtu shpirti për malësinë e madhe, për Shqipërinë, për Kosovën, për krejt trevat shqiptare, dhe i shprehi në ngushëllimet më të sinqerta familjes, njëkohësisht edhe kolegëve të tij, një burr të talentuar, por që vepra e tij do mbetet e përjetshme tek krejt malësorët për gjithë çka që ka realizuar. Sot po përcjellet një njeri me vlera, një njeri që e vlerësoi gjithmonë traditën edhe kulturën e Shqipënisë, e majti gjithmonë në shpirt edhe në dorë lahutën edhe në momentet e tij më të vështira. Po përcjellet sot, por kujtimi i tij do të jetë i përjetshëm në komplet zonën e Malësisë Madhe, por edhe për gjithë shqiptarët që e duan edhe e vlerësojnë traditën. Kontributin që ka ai për zonën e Kelmenit, për Malësinë e Madhe, por edhe për gjithë Shqipërinë, është i paqëmueshëm. Ka shumë vlerë. Kjo është më e pakta që mund të më bëj për Yunusin sot në ditën e tij të fundit. Pata fatin me i taku 3 javë para kësaj dite dhe e pyeta Yunus ku ke lahutën, më thanë UNESCO. Dhe moj kujtimet më të mira, sepse jam rrit për veten lëkbishve e jam rrit me zonin e tina. Shpirti i tij po shoftë në paqe, Zoti i forcoj familjarët, shpinën e kalon plot, kalon edhe Malësinë e Madhe plot me vlera për tina. Edhe lahuta sot në UNESCO është një vlerë edhe një kontribut i tij paqëmueshëm. Yunus Delaj, ti fizikisht po shkon sot, por lahuta jote, jehona jote, kënga jote do të jetoj gjithmonë në mesin ton, mesin e këtyre maleve. Gjithë jetën time jam mundu me këndu si ti, në orën e Kelmendit, por asnjëherë nuk kam mujt. Je i pa arritshëm, ishe i pa arritshëm.